Nxënës të dashur, unë jam Arbana, më dëgjoni? Po Arbana. Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Big Brother. A jeni të kënaqur që sonte do të keni mundësi të takoni mësuese Adelaiden? Po. Ajo është mësuesja juaj për sa kohësh? Për 4 muash. Ju pëlqen si mësuese? Sigurisht. Ju pëlqen më shumë si mësuese apo si banore Big Brother? Së bashku. Ju ka marrë malli për të? Shumë. Çuna, sa çuna jeni aty? 2 çuna jeni vetëm? Sigur 2 çuna po shoh, vetëm goca. 2 çuna shoh. Çuna? 8. Okej. Është e bukur zysh Adelaida? Po. Desha të pyesja djemt, faktikisht. S'ka problem. Mos u shqetësoni, janë duar trokitje. Mirë, ju mund të shkoni tani në atë ambient të shtëpisë që ju kanë treguar se do ta takoni mësuesen. Unë do t'ju uroj suksese, unë di që juve do t'i kërkoni mësueses t'i bëni pyetje. Kujdesuni që të përgjigjet mirë, ashtu siç përgjigjeni ju në mësim, në rregull? Në rregull, ato po hyn ndërkohë brenda. Ne do të lidhemi me Adelaiden, e cila pikërisht sonte do të ketë një ndryshim roli. Në qoftë se në jetën e saj të mëparshme, si mësuese që është detyruar dhe gjithmonë ju ka bërë ajo pyetje nxënëse, përgjigjet e së cilëve më pas i ka vlerësuar në regjistrin e saj të notave, sot vëllai i madh ka vendosur që ta bëjë situatën anasjelltas. Do të jenë pikërisht nxënësit që do t'i bëjnë pyetje mësuesës së tyre të preferuar, mësuese Adelaides. Lidhemi me shtëpinë e Big Brother? Atëherë, ja tek jam sërish pranë jush, miqtë e mi të dashur. Tani do doja që të rrisja të vinte me mua Adela dhe të shkojmë së bashku në obor. Hajde surprizë. Një dhe spektakl. Ju kam shumë gjanë, kështë e mama, shumë faleminderit. Sa të bukur jeni bërë! Jeni bërë unë kam marrë malli për ju, shumë faleminderit. Jeni shumë të mirë, edhe te ju e kam pasur mendjen gjithë ditën sot. Ti përqafoj çik se më kam marrë malli. Më Emilian! Hajde, si u dash mund t'i dim në televizor. Mija. Sa më kishte marrë malli. Nuk e prisja, sinqerisht nuk e prisja. Mirë, dëgjohem në shtëpinë e Big Brother? Njofa. Po. Kuku. Shoh sa që mungojnë. Si ja keni kaluar? Shumë mirë. Qa janë këto? Nga eksperiencët që kemi marrë këtu në Big Brother, duam që të na shpjegoni kuptimin e këtyre fjalëve. Dashuria. Ju lutem, më lidhni mua me shtëpinë e Big Brother që t'ju a shpjegoj saktësisht. Atëherë më dëgjojmë në obor? Mësuese Adelaida. Jam shumë e lumtur Arbana, shumë faleminderit. E shoh. Akoma të besoj që jeni këtu. E dashur mësuese, ti vërtet ju ke dhënë mundësi nxënësve të tu që të dalin në televizor të bëhen të famshëm, ama nga ana tjetër, vëllai i madh ka vendosur që të jenë pikërisht nxënësit e tu, ata të cilët sonte do të bëjnë pyetje dhe do të kërkojnë që ti të shpjegosh mirë kuptimin që ti merr nga ato fjalë të shkruajtura në derasën e zezë. Fjala e parë, Jam mësuar me këta, unë jam mësuar të më bëjnë pyetje. Çfarë pyetjesh të bëjnë zakonisht zysh? Pyetje në lidhje me mësimin, pyetje jashtë mësimit. Pyetje Edhe me këto fjalët që janë shkruar këtu. Mirë, atë Jam përgjigj disa herë. fillojmë me pyetjen e parë. Ç'është dashuria? Në përgjithësi, Në veçanti për mësuese Adelaiden. Sa mund të futem? Fation, dil për jashtë, që do të dëgjosh zërin tim. Po çfarë bëj unë ose më doli gjumi vonë?
Pasion ti të koncert. Profit pastaj. Hajde, Pasion, hajde. Arbana, Urdhra. dashuri po ndjej në këto momente. Me Fationin? Jo, dua Bëj vërtet shaka. të gjithë. Bëj shaka me nxënësit. E kuptojmë është tërësisht e kuptueshme? Duhet të marrësim. Faleminderit. Vetëm se tani duhet të fillojmë seriozisht me konceptet, kështu që e para është dashuria. Dashuria, këtu vëmendjen, është ndjenja që e bën njeriu të ketë dëshirë të madhe për ta jetuar jetën. Është ndjenja e cila i jep një kuptim më të bukur jetës dhe pa të cilën askush nuk do të ishte vërtet i lumtur. Në rregull, shumë mirë. Shumë e qartë edhe për klasën tonë të madhe këtu në studio. Koncepti i dytë, loja. Loja. E dini që loja ngjan pak me dashurinë? Jo për atë që po mendoni ju, po për atë që do t'ju them unë tani. Loja është një nga mënyrat që e bën njeriu të ndjej emocione shumë të forta dhe këtu ngjan me dashurinë. Loja të dhuron vërtet emocione shumë të forta. Ju nuk keni lozur ndonjëherë prej vërteti? Jo atje të kusha, të luani vërtet. Do ndjeni emocione shumë forta nëse do lozni vërtet një ditë, siç po luaj jo. Në rregull, liria. Në qoftë se nuk do të kishim lirin, Emilian, në qoftë se nuk do të kishim lirin, atëherë këto të dyjat nuk do t'i njihnin fare. Pa pasur lirin, nuk e provojmë dot as lojën dhe nuk ndjejmë dot as dashurinë. Liria është shumë e rëndësishme. Dhe ne e kemi ose kemi? E kena, po. E kemi, po të rinja ashtu! Po kur ju kemu pusho. Qimi, kur them pusho. Po tani, që ke? E po quniur, të? Faleminderit Arbana. Tani, Faleminderit ty, të vazhdoj me konceptin e fundit, i cili nuk është i panjohur. Kemi shkruar konceptin e fundit. Evolucioni. Mësuese Rezarta ju ka mësuar në biologji teorinë e evolucionit të Charles Darwin. Dhe teoria e evolucionit thotë që njeriu ka evoluar, do me thënë ka ndryshuar çdo vit dhe çdo shekull dhe është bërë kjo qenie që është sot. Dhe kjo është e vërteta më e madhe, që njeriu vërtet ka ndryshuar. Dhe këto unë e besoj. Kuptuat? Po. Kush ka një të parqartë ta bëj pyetjen tani? Bravo. Asgjë qartë. A ka ndonjë pyetje nga nxënësit? Ka ndonjë pyetje për mësuesen? Po pyetje me kujdes, ë? Zisha Delia, përpos këtyre pyetjeve që Big Brother ka organizuar, ne kemi menduar të bëjmë një pyetje. Në qoftë se ti, në fund të këtij reality show të quajtur Big Brother, do të kurorëzohesh me çmimin final. Për çfarë do të shfrytëzoje këto para? Luiza, ku ma gjete këtë pyetje? Unë nuk e mendoj, Luiza, ullu. Nuk e kam menduar asnjëherë fitoren e 70.000 eurove, kështu që nuk e kam menduar për çfarë do t'i shfrytëzoja parat. Sepse e kam thënë edhe një herë tjetër këtu. Njeriu mendon të fitoj gjërat që ka afër. Kur jam në nominim, unë mendoj të fitoj edhe atë javë. Kur nuk jam në nominim, mendoj të fitoj të mos qenit në nominim, pra të mos jem edhe një javë tjetër në nominim. Kur të jem në finale, do mendoj për fitoren. Dhe kur të fitoj, do mendoj çfarë do bëjmë me 70.000 euro. Mirë. Atëherë, Adela, më vjen keq? Mësimi ka mbaruar, nuk e kam zilen që të bie zile string, por nxënësit duhet të dalin dhe duhet të përshëndeteni. Por më përpara do të përshëndetesh ti me ta dhe do të hysh brenda shtëpisë së Big Brother. Nuk dua
që të ikni. Hajde një përqafon njerë gjithë fort, shpejt. Ju kam shumë